që kjo teknike e frymarrjes mundet me të ndihmu me ra në gjumë në më pak se 1 minutë. E pabesueshme e di, po nuk lëshon kur gjo edhe me provu. Teknika quhet 4-7-8. Është një frymarrje tepër relaksuese që të ndihmon me largu edhe ankthin, duke aktivizu pjesën e sistemit nervor parasimpatik. Edhe në këtë mënyrë ti edhe rregullon frymarrjen, edhe qetëson zemrën e tërë trupin. E qysh me bo qëta? Është shumë e lehtë. Vetëm merr frymë për 4 sekonda, e liron komplet frymën për 7 sekonda, edhe e mban frymën për 8 sekonda. Është me rëndësi me u fokusu në frymarrjen tonë duke numëru. E bën derisa të ndihesh edhe më i qetë, edhe vren që zemra edhe ritmi i zemrës ka fillu me u ngadalsu, në këtë mënyrë edhe trupi relaksohet. Tregom, atë ka pëlqyer ajo. E natyrisht, për ma shumë teknika si kjo, mund është me na ndjek në krejt rrjetet sociale, edhe m'ja bo subscribe në YouTube. Faleminderit shumë edhe shihemi herave të tjera.